Greqia dhe Kroacia vazhdojnë të tërheqin turma të mëdha vizitorësh, ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet me një ritëm aq të shpejt sa ndryshimi ndihet nga njëra verë në tjetrën, shkruan Vincent Mabire në revistën franceze të udhëtimit Ulysse News. I njëjti diell, i njëjti det, por përvoja që do të përjetoni në terren nuk do të ndihet as pak njësoj. Nëse keni udhëtuar së fundmi në mesdhe, me shumë gjasa keni vënë re se të njëjtat xhire dhe qytete të vjetra mbushen për muaj të tërë. Greqia dhe Kroacia kanë jetuar me këtë realitet prej vitesh. Shqipëria është destinacioni më i ri europian që po fiton njohje ndërkombëtare me shpejtësi. Për një udhëtim në vitin 2026, qëllimi nuk është të shmangësh turmat e turistëve, por të planifikosh pushime me një buxhet ekonomik ku ditët rrjedhin pa stres dhe plazhet nuk janë të mbipopulluara. Rritja e popularitetit të Shqipërisë është e vështirë të mos vihet re. Në vitin 2025 vendi priti plot 12 milion turistë vizitor, ku shumë prej tyre u tërhoqën nga Bregdeti, ndërsa shumë të tjerë eksploruan zonat malore. Dallimi kyç krahasuar me Greqinë dhe Kroacinë është shpejtësia e zhvillimit, që mund të ndryshojë shpejt çmimet dhe atmosferën e disa qyteteve bregdetare. Shqipëria ka shprehur synimin për të tërhequr turizmin me shpenzime më të larta, përfshijmë më shumë hotele luksoze, rreth Sarandës dhe zgjerimin e aksesit ajror me një aeroport të ri të planifikuar në zonën e Vlorës për të përmirësuar lidhjet me jugun. Për turistët akses më i mirë do të thotë udhëtime më të lehta, por zhvillimi i shpejtë i Shqipërisë mund të nënkuptojë edhe zona ndërtimi në vendet që papritur janë bërë shumë të kërkuara. Nëse motivimi juaj kryesor janë çmimet të ulta, nxitoni pasi pikat e nxehta bregdetare mund të vazhdojnë të shtrenjtohen. Nëse kërkoni një përvojë të veçantë, kombinoni Bregdetin me disa ditë në zonat malore për më shumë balans dhe ritëm të qetë.